Përshëndetje të nderuar miq. Në krahasisë këtë muaj të merrem me 3 bilance, kam mbyllur një bilancë të një subjekti që ishte i vonuar dhe 2 bilance të tjera i kam bërë verifikimin dhe riformatimin e tyre sepse kishin probleme në deklarimin e treguesve ekonomik e financiar. Ajo që kam konstatuar është që sistemet, format e reja të mbajtjes së kontabilitetit, udhëzimet që ndryshojnë her pas here, deri tek metoda për të hedhur të dhënat sisteme deri me fiskalizime të tjera, po i dëmtojnë shumë ekonomistët, po i largojnë nga e vërteta, nga profesioni i vërtet. Duke marrë shkas edhe nga fakti që shumë subjekte neglizhojnë praninë e një ekonomisti të mbrëmshëm, ja besojnë punën pra për mbylljen marrjen e dokumentacionit kontabil të mbylljen e bilanceve zyrave kontabil. Zyrat kontabile, siç e dini, licencohen nga shoqata e kontabilistëve, por disa prej tyre, po e theksoj disa prej tyre, të ngjasojnë sikur të jenë licencuar nga shoqata e peshkimit apo nga një OJF. Kjo është një fatkeqësi, sepse neglizhohet mbajtjen e dokumenteve. Për shembull, vetëm për bilancin që mbylla, siç u thash në fillim, mu deshën 3 orë për ta mbyllur bilancin, sigurisht me programin tonë Eloi që është një program perfekt, por mu deshën mbi 15 ditë për të siguruar dokumentacionin për mbylljen e bilancit. Ekonomistët mjaftohen me deklarimet që bëjnë në sistem. Pra, duke filluar nga përpilimi i fakturave, deklarimi i tyre, librave të blerjeve, librave të shitjeve, deklarimi i tatim fitimit të VSH-s, i sigurimeve shoqërore dhe po e lejnë fund përpilimi dhe deklarimi i listë pagesave që duke mos mjaftuar me kaq i kërkohet të cilësojnë edhe të dy punësuarit. Kjo është një punë dyfish, kjo është një punë që për ekonomistin ka një vlerë fare minimale, jo si ekonomist, sepse në shumë raste hedhja në sistemi besohet dhe jo ekonomistëve. Ai ka një kontratë me punëdhënësin, është i punësuar nga një subjekt dhe është i detyruar të paguhet nga ai subjekt për të shërbyer atij subjekti, jo për të bërë punë të dyfishtat. Sepse gjithë ajo puna që bën për hedhjen e dhënave në sistem, i shërben vetëm shtetit për të marrë çka për të marrë deri në darkën e fundit, ndërsa të gjitha këto dokumenta do të rihehet edhe një herë në editarët e tij kontabil për mbylljen e bilancit. Në kapitalizëm nuk ka punë të papaguar, vetëm në Shqipëri ndodh kjo gjë. Fatkeqësisht. Pra të gjitha regjistrimet që një ekonomist bën në portal është një punë që do ta ribëj edhe një herë totalisht në dokumentat e regjistrat e tij kontabil pranë subjektit. Sepse ato dhëna që hidhen në sistem nuk është se janë tregues që thithen në programin e kontabilizimit. Ajo që është kryesore duhet theksuar që shteti me këtë formë pra deklarimeve në sistem i merr të gjitha parat çfarë do të marri, madje me disa forma e mënyra të tjera, siç do e shikojmë në leksionin e radhës, siç është për shembull edhe standardet e kontabilitetit, krijojnë paqartësina edhe në mënyrën e të konceptuarit, pra të kuptuarit, por edhe në mënyrën e të zbatuarit të atyre udhëzimeve. Mëgjithsisht na ndiqet direkt në leksionin e radhës. Faleminderit.